Këtë do ta analizojmë në minutat në vazhdim me zotin Avni Arifi, ish ambasadori i Kosovës. Mirë se erdhët. Mirë se gjej, faleminderit për ftesë. A është e qartë, a ka bërë qartë Amerika se pezullimi i dialogut strategjik lidhet me veprimet e qeverisë? Besoj nuk di çka duhet me bëj Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshe për me treguar. Nëse edhe sot nuk kuptohet, atëherë kem tjetër probleme. Ka kohë që qeveria amerikane ka shprehur shqetësim për sjelljet e Kurtit, për mënyrën qasjen e tij ndaj problemeve, kurse kjo çka ka thonë kryeministri në Amerikë në këtë debat me student, është gjëja fundit që si qytetari i Kosovës kisha dashur me dëgjuar një zyrtar shtetit të Kosovës o tonë. Domethënë, përveç që rrem, ka një sjellje arrogante që nuk e ka as Netanyahu ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur thonë për Gaza, që nuk e ka as Zelenski kur amerikanët i bojnë presion për rënpushim. Domethënë një mendje madhësi, një arrogancë shumë interesante, pasqaruar edhe e pasakt. Logjika se Amerika po lyp koncesione prej Kosovës që me marr Serbinë është ndër marrëzit më të mëdha politike. Kem kthen vitin 1995, kur është po marrëveshja e Daytonit, ka pas kësi njerëz me këtë mendësi politike që kanë thonë se tash Miloševići në shkoi Daytonit dhe me të vërtetë atij bile ishte i kandiduar edhe për çmimin Nobel. Tash na Kosova ka me marrue. Pastaj në 97 ndodhi Shqipnia, kur njerëz me këtë mendësi kanë menuar se tash Amerika ka me përdor Kosovën vetë si monedhë për kusuritje, kur në fakt tash e patë edhe me Robin në të njëjtën kohë Amerika i përgatit ke njerëz të Kosovës me luftu për liri edhe për pavarësi. Është gjëna, me të vërtetë është gjëna që dikush që përfaqëson shtetin e Kosovës, aleatit më të madh në botë me ju drejtu me atë mënyrë se ata po dojnë me abuzu me Kosovën. Këtë logjikë ata e kanë shti edhe në popull. Respekt për Amerikën, po na s'kem tokë me dhon, thuti që Amerika në herë ka lyp tokë. Sanksionet kanë ardhur si rezultat e sjelljes së qeverisë ndaj ligjit, ndaj Kushtetutës të Republikës Kosovës, ndaj Gjykatës Supreme, ndaj Gjykatës Kushtetuese, ndaj Prokurorisë. Me vitet tona, lëvizja vetëvendosje e ka sfiduar gjithçka, çka është e lidhshme në Kosovë dhe çka është kushtetuese në Kosovë. Dhe jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po asnjë shtet evropian nuk do të bashkëpunojë me një qeveri që shkel Kushtetutën e vet dhe nuk i respekton ligjet e shtetit vet. Dhe ne tash jemi në një situatë që duket e pashpresë për raportet e Kurtit qeverisë së tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë. Domethënë, Kurti thotë se nuk mund të bëj kompromis me sundimin e ligjit në veri. Kjo është absurde me thonë. Krejt investimet amerikane paramena që në bon Kosovë pas 99-s janë pikërisht në sundimin e ligjit. Edhe gjyqësori, edhe prokuroria, policët e Kosovës, oficirët amerikanë i kanë trajnuar. Gjithçka për sundim të ligjit kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arsyeja pse ka mbetë tërësia territoriale e paprekur në Kosovë është sepse kufinin e Kosovës e ruajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arsyeja pse Serbia nuk guxon me hinë Kosovë është për shkak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila e respekton edhe e mban gjallë marrëveshjen e Kumanovës. I vetmi person që nuk e respekton ligjin është pikërisht Kurti, që një vjet e thret prokuroria si dëshmitar, ky refuzon. E sfidon vendimet e Gjykatës Supreme, nuk i implementon vendimet e Gjykatës Supreme, vendimet e Gjykatës Kushtetuese, i keq interpreton, abuzon, i manipulon vendimet e gjyqësorit Kosovës, i linçon gjykatës të Kosovës, i qet me emra që këtë gjykatës është për sërbë se ka marrë kësi vendimi, një mendësi total e një hasmërie feudale që e ka instaluar në Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm Kosovë, po faktori kryesor se ka sundim të ligjit shumë më të avancuar në këtë Ballkanin, të përfshi edhe Shqipërinë, edhe Maqedoninë, edhe Serbinë, edhe Maqedoninë, pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe edhe sjellja e tyre e pa kompromis ndaj gjithë atyre që shkelin ligjin. Atëherë, çka janë pra deklaratat e zotit Kurti në New York? A janë si thua deklarata për konsum të brendshëm politik apo dëshmojnë
mos kuptim të diplomacisë amerikane? Është jo vetëm diplomacisë amerikane, po në tonësi sjellja prej fillimit qysh e ka kuptu Kosova diplomacinë, ka qenë sjellje e një vendi që as për një shtet si India apo Kina, domethënë ta janë sjellë thotë që janë një superfuqi botnore. Mënyrën që kanë folë me faktorin ndërkombëtar ka kriju përshtypjen që këta kanë edhe armë nukleare. Domethënë një arrogancë totale e tërësisht e pa fyrjet që i kanë bërë për shembull kur e quajshin Bashkimin Evropian si një tigër prej letre. Kur thike sekretarit shtetit se është njëri naiv, domethënë e prej fillimit është e pabesueshme sa shumë i kanë toleruar sjelljen e tyre. Pse e ka bë? Përbes tash ja kam nisur unë me besu që ky njeri me të vërtetë ka agjend me dëmtu këtë vend. Sepse Kosova ka me shku ndoshta më shumë, ndoshta me vitet tona s'po përmeni dekada për më kthyn pozicionin diplomatik ku e ka pas në vitin 2021. Çdo urmësie e ka dëmtuar, nëse nuk e ka shkatërruar e ka dëmtuar. Njerëzit e Kosovës që kanë besuar atë konceptin ton për një shoqëni demokratike, multietnike, që respekton të drejtat e të gjithëve, ose na kanë kthyer shpinën, ose po heshtin. Sepse ka humb besimi që me të vërtetë shqiptarët e majnë fjallën. Mos harro, pa kohë Ahtisarit, garancionet e shumta për minoritetet kanë ardhur në një kohë kur ne kemi kërkuar pavarësinë e Kosovës. Ajo ka qenë shkëmbim për njohjet Kosovës, ne me dhon garancione se kemi me respektu të drejtat e minoriteteve. Kurti çdo marrëveshje që kemi pas me Bashkinë Ndërkombëtare është të shkel. Çdo marrëveshje të mirëkuptimit që kemi pas është të shkel. Në veri nuk ka me shtëri sovranitet Kurti. As nuk ka shtëri. Nëse beson dikush është në lehtitit të thellë. Vereu, Kosova e ka shtëri sovranitetin në 99, por ne nuk kemi pas marrëveshje politike me Serb cilët kanë refuzuar integrimin në institucionet e Kosovës. Dhe esenca ka qenë se si të integrohen dhe ka qenë projekt amerikan. Jo lider të Kosovës. Ne nuk i kemi bë këto projekte, për shembull ata që kanë qenë përpara prej se i dhe president thoqet, marrëveshjen e Ahtisarit, gjithë për spektri politik. Nuk është projekt i yni. Bile disa për ne kanë dyshu që ai projekt ka me funksionu. Po ka qenë projekt amerikan. Spari Vučići kur i tërhoqi krejtësër, edhe pastaj Kurti, që po mundohet me marrë kreditin që jo sërt nuk i ka tërhek Vučići, po unë e ku marrë me dhumë me policisë e kom vendosë sundim të ligjit, janë mashtrime që qytetari i Kosovës duhet bre më u kthjellë. Nuk ndodh në Ballkan që nga viti 1994 çdo iniciativë që e kanë pas të përbashkët, ku nuk ka pas përçamje mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendeve kryesore të BE-s, gjitha janë implementuar. Edhe projekti që e kanë për Kosovën kanë u implementuar. Tash, ky projekti mundet rrugës me ndryshu, mund me u kërku garancione hala më shumë, sepse ti po dështon që më nëna përmana se asoj marrëveshjes me realizuar dhe obligimet e tua. Po në fund ditës ata që do të humbin janë Kosova dhe qytetarët e saj. Pas kësaj që thuani dhe natyrisht duke kujtuar se thatë nëse nuk i ka shkatru urat, i ka dëmtu rënd, atëherë apo rrezikon Kosova praktikisht që të humbas besimin e partnerit kryesor të vet, Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse vazhdon kjo qasje dhe ky ton i përballjes mes qeverisë të tyre dhe Shtetet Bashkuara. Çka është një gjë është që me të vërtetë po më pëlqen se po më konvenon është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi e ka pas thonë edhe Jeff Hoenir. Ne kemi miqësi me popullin e Kosovës. Unë që besimit që i kanë Shtetet e Bashkuara ndaj popullit të Kosovës, ai mos dëmtohet. Unë nuk besoj që ndonjëherë, jo tash, jo mas një vjeti, jo mas 2 vjetin, që ndonjëherë Albin Kurti do të arrijë nivelin e besueshmërisë të partnerët ndërkombëtar. As të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as të Gjermania, as të Britania e Madhe, kur ky njeri çdo kredit të besueshmërisë e ka konsumuar. Kurti sot për sot është një person që askush nuk i beson. Ne kemi pas shqetësim, ne me të vërtetë kemi pas shqetësim si shoqëni, sepse jemi gati të izoluar, nuk e shohim kryeministin që po takohet me dikon, nuk e shohim që po takohet ministrin e jashtëm, po dy paraqitjet kryeministit, një që ka menduar që është të folë me presidentin e Letonisë apo Lituanisë, dhe kjo çka kemi pa këtu që ka thonë,
Na shta jemi të lumë, na shqyqyr që s'po fletë kërkush me ta. Kjo është, nuk besoj që mundet me dëmtu dikush ma shumë Kosovën se sa deklarimet e tilla. Kundër çdo kujt, kundër opozitës, kundër media, kundër shoqërisë civile, kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veç në për një moment kuptoj e logjikën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas kanë qenë kundër që në veri të kemi sundim të ligjit. Që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mënej ka me na marrë neve tokë, me jadhon Serbisë që me marrë Serbinë e me këthy Kanada. A jema normal. A jema normal, nuk punan, më nuk janë këto tokat shqiptarëve para 100 vjetë që gjënë marrë vesh shqiptarë në zveti, ama do tokë, ta do tokë. Kjo është politike sofistikume ndërkombëtare. Kosova, projekti i Kosovës është projekt në vete. Të na tokë gënjeshtra se neve na ka marrë në qafë se po dojnë me marrë që ta janë gënjeshtra. Tek e fundit, në fund ditës, është interes strategjik i Kosovës që Serbia me u kthy. Ka PE-ja, ka NATO-ja, ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk përfitojnë kurrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse Serbia kthehet nga ata, se kësens për ju. Na përfitojmë. Ne, Kosova përfitojmë se nuk kemi nevojë atje me pas permanent dronë se për na sulmojnë, që është ajo dronë, për mos të shikon trupat amerikane, sigurisht. Nuk ishon pas kur dronë që dërgojnë drona, dërgojnë njerëz që infiltrohen njerëz në sistemet tona të sigurisë dhe natë ditë punojnë për me në sabotuar. Më jepni një përgjigje të shkurtër se çfarë duhet ndodh konkretisht që kjo marrëdhënie Kosovë Shtetet e Bashkuara të kthehet në pinar normal. Kjo qeveri nuk mundet. Kjo qeveri nuk mundet. Kjo, une në profilin të unë kam thonë, mas mirti për to është me dhe ndërheqje. Kjo që ka po thamë, une të nglëm për ju dhe për gjithë kun absurde, për është mas mirti për ato. Edhe për ju premtoj që do të vim të ajo ditë kur do t'i kujtohet kjo. Sot do të në, sepse kjo e ka krye filmin e vetë. Nëse dënë me dëmtu hala popullin e vetë, le të shtyjnë. Bile sot del vendimi gjykatës kushtetuese, çdo njeri që ka të kryer në shkollën fillore, që din veç pak politikisht, e di çka ka në vendim se nuk ka qenë absurd ajo çka ka bëu. Tonë e dim, po tonë po thënë të presën vendimin, tonë po thamë të presën, të lujmë budallën. Kejtë e dim, të shojmë çfarë qëndrimi do të Vendimi del sot. Vendimi do të del sot. Kjo e ka humbë betejën politike me listën serbe. Ndash kjo, ndash Kosova. Për 3 vjetë nuk kam rri asnjë shtet evropian, me bind asnjë shtet evropian, bile as Shqipnin, që lista serbe është parti kriminale. Asnjë shtet nuk kam rri. Dhe i keni pasur qëndrimet deri që 2 muajt nuk kam folë fort. Që 2 muajt edhe qeveria Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Britania Madhe, hapur në Prishtinë, ambasadori tyne, edhe Gjermania, kanë dalë hapur me qëndrim që lista serbe është përfaqësuese legjitime e popullit serb të Kosovës. Nëse ti po dën që këto me sfidu, nëse po ti kur gjithë nuk sfidon, vetëm vetën e dëmton. Nëse këtë do më u bë patriot dhe mos me votu listën serbe, atëherë sigurisht që Kosova ka më pagu. E ketë garantuar që Kosova do të paguaj. Nëse vinë ata me konstatim që nënkryetari serb, është ditë prej fillimit, prej kur është bë kushtetuta, që për me u zgjedh ne nënkryetar i pakicave, është ditë që është dashur me votu partia që i fiton zgjedhjen, sepse ata kur s'kan me bëu 61 vota. As bosnjakt, as serb. Po është ditë që partia që del, dhe ata nuk më përfaqësojnë mua. Mua nënkryetari i Kuvendit Kosovës nga minoriteti bosnjak, nuk më përfaqëson mua, i përfaqëson bosnjakt. Nënkryetari serb, nuk më përfaqëson mua. Dhe ideja u konë që ata të kemë përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Kosovës. Dhe këta po amohojnë se sipas tyre lista serbe është organizatë kriminale. Dorën zemrën besoj që është organizatë kriminale. Po kjo ka dështu me dëshmu. Se kur s'ka bo kur gjë për me dëshmu. Kur nuk ka marrë vendim qeveria e Kosovës si lista serbe është organizatë kriminale. Asnjë iniciativë ligjore nuk e ka pas, përveç retorikës. Dhe çka ka dashur, luftën e vet ka dashur KQZ-ja me afitu, u munue me agju KQZ-s, ata le të ndalojnë, ata s'kan bazë ligjore. Partitë opozitare ja lytën lojën, thënë okay, apo dënë me ndalë abstenun, nuk e refuzun, po refuzoi gjykata supreme. Tash po dënë prej KQZ-s ka dalë te gjykata kushtetuese. Tash gjykata kushtetuese po pret edhe te zaka me i pas gjykatës kushtetuese se nuk muj me amarrue një vendim çfarë ky velu. Te zak me i pas, domethënë familjarët korruptum nuk të mujnë, sepse dihet çka shumë kushtetues, dihet në rregulloren e tyre çka shumë.
Rregullorin që e kanë bo këta, që e kanë aprovu shumë qartë. Shumica sërbe në kuvendin e Kosovës e zgjedh nënkryetarin e tyne. Këto ka bo kuvendi i Kosovës kur ka qenë Glau Konjusa kryetar, Albin Kurti kryeministër. Tash ti po du me thonë çka ke menu me atë rregullorie, po është në kundërshtim me kushtetutën. Nuk është në kundërshtim me kushtetutën, sepse kushtetuta nuk e precizon. Rregulloria buron nga gjykata nga kushtetuesja. Dhe e ka shti veten në një çor sokak që vetëm në rrugdalje po e sheh me i faqësu të tjerë, me akuzu se ai është i vetmi patriot dhe krejt tjerë, një 2 milion, ja, këta vetë vendose që ja, po krejt të tjerë janë njerëz Serbisë, punojnë për Serbi, e ashtu nuk ndërtohet shteti. Zoti Arifi, të falenderoj shumë për ardhjen dhe për përgjigjet tuaja. Faleminderit për ftesë. Shumë kënaqësi.